Prishtinë që zë. Po, në Prishtinë. A ke planifikuar sot natën ajo? Jo, kur gjë. Oke, ku të shkrui sot natën? Hajde del. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, ka publikuar disa biseda telefonike të incizuara me Drilon Ramën, fituesin e këtij edicioni, duke akuzuar atë për sjellje të pandershme dhe kërcënime. Në audio përgjimet e publikuara, Driloni dëgjoi duke kërkuar takim Gjenetës në orët e vona të natës, duke lënë të kuptohet qartë se ka prirje për flirt me të. Për më tepër, ai shprehet se nuk ka më interes për Sarën, vajzën me të cilën krijoi një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother. Por Gjeneta nuk e ka lënë me kaq. Ajo ka folur pas reagimit të Drilonit për publikimin e përgjimeve telefonike. Ajo ka mohuar arsyetimet që boksieri ka dhënë për situatën, që ka ngritur shumë polemika. Me zë dhe me figurë në profilin e saj zyrtar në Instagram, Gjeneta i drejtohet Drilonit, duke shprehur habin për justifikimet që ai ka dhënë, të cilat ajo i cilëson si të pavërteta. Gjithashtu ajo rëfen që ka qenë Driloni, ai që e ka telefonuar vazhdimisht edhe kur ajo ka qenë në Dubai. E pash reagimin e Drilonit dhe po më qeshet, sepse nuk pas ka ditur të shkruaj, ai që e ka mësuar Drilonin. Pikërisht Driloni e pranoi që pas ka qef të luaj si brenda si jashtë. Por jo Drilon Rama se unë nuk ta jap atë mundësi. Dhe në momentin që unë e kam hedhur atë video, menaxheri jot më ka thirrur dhe më ka lutur që ta fshi. Vetëm po pres që ti të gënjesh më shumë dhe t'ju publikoj video të tjera. Dëgjoje të thot Gjeneta.